Zjarri që përfshiu një ditë më parë kompleksin e banesave publike Vang Fokurt në distriktin Tai Po të Hong Kongut në Kinë nuk është parë në 60 vitet e fundit. Bilanci i vijon të rritet fatkeqësisht dhe shifrat janë tragjike. 55 viktima dhe qindra të zhdukur. Zjarri shpërtheu të mërkurën dhe përfshiu 7 nga 8 pallatet e kompleksit, ku strehohen rreth 4600 banorë. Ekipet zjarfikse njoftuan se 4 nga 7 ndërtesat ishin në kontroll, ndërsa përpjekjet për shuarjen e flakëve në ato të mbetura vijojnë ende. Kompleksi i ndërtuar në vitin 83 përbëhet nga 8 kulla me 31 kate secila edhe 1984 apartamente. Nuk është e qartë se sa banorë ndodheshin brenda në momentin që shpërtheu zjarri, por autoritetet kanë evakuuar shumë persona dhe i kanë dërguar në strehimore emergjente pranë zonës. Shkaku i zjarrit ende nuk është konfirmuar, por hetimet tregojnë se materiali i përdorur për mirëmbajtje dhe mbrojtje në ndërtesa, përfshirë mbulesa plastike dhe shkum për izolim të dritareve, mund mos ketë përmbushur standardet e sigurisë. 3 drejtues të një kompanie ndërtimi janë arrestuar në ndyshimin për vrasje të paqëllimshme. Policia ka sekuestruar dokumente tenderimi, kompjutere, telefona celular gjatë mbastisjes së zyrave të kompanive. Banorët që shpëtuan përshkruajnë skena dramatike. Një pensionist tregoi se policia i urdhëroi të mbyllte dritaret dhe dyert e të largohej nga ndërtesa, duke kaluar natën në dyshemene një qendre tregtare. Një tjetër banore tha se disa nga miqtë e saj ishin të pakontaktueshëm dhe nuk ishte e sigurt nëse mund të kthehej në shtëpi. Autoritetet po hetojnë me shpresën për të identifikuar shkakun e saktë të flakëve dhe për të përcaktuar përgjegjësitë penale. Një mbikëqyrëse e policisë u shpreh se neglizhenca e rëndë e kompanive mund të ketë shkaktuar përhapjen e pakontrollueshme të zjarrit, duke çuar në humbjen e jetëve dhe dëmeve masive materiale. Pamjet nga avengjarja tregojnë tym të dendur që ngrihet mbi pallate, ndërsa ekipet zjarfikse dhe njësitë e emergjencës vazhdojnë luftën me flakët. Ngjarja ka shkaktuar një alarm të madh në qytet dhe ngre pyetje mbi sigurinë e banesave publike dhe mbikëqyrjen e kontraktorëve.